Shkodra është duke u kthy një qytet i madh Airbnb, pra i vetmi aktivitet që është në shërbim të atyre që a thu na vin apo a thu nuk na vin. Shkodra sot që flasim është qytet, mund ta them kështu me fjalë thjesht, është full me turistë. Poshtimi i turistëve normalisht që rrit edhe qarkullimin, pra ka atë rritjen ekonomike. Për sipërmarrësin e ri është gati e pamujtur për investimet që vinë në Shkodër, është qyteti më i lënë në harres se asnjë qytet tjetër. Dhe në këtë sens ekonomia është si 1+1 bëjnë 2, bjen. Kemi 8 projekte strategjike në Shkodër që disa prej tyre kanë fillu, po filloi me hyrjen e Shkodrës, me rrugën e Dugaxhinit, me rrugën e Komanit, është rruga Shirok-Zogaj, për të vazhduar pastaj me autostradën Adriatiko-Joniane, kemi Ekurullën që lill Shkodrën me Malin e Zi, përmend edhe rrugën e Shëngjin-Velipoj, infrastrukturë që e kthejnë Shkodrën në një kryeqendër rajonale. Ato pak investime që janë të bërë gjithsesi janë tana projekte që kanë zënë pluhun të shkruar nga Partia Demokratike dhe të lënë në përsëritar të bashkisë për arsyeën e vetme sepse nuk u aprovoshin fondet, qoftë nga Fondi i Zhvillimit, por qoftë nga qeveria shqiptare.